7 foshnjë kanë ardhur në jetë në 5 ditët e parë të vitit 2026 në maternitetin e Spitalit Rajonal të Dibrës. Fëmia e parë për këtë vit ka lindur me datë 2 janar, ndërsa fëmijët e tjerë në ditët në vijim. Mjeku obstetër ginekolog pranë këtij spitali, Bajram Balliu, tha se trendi i ditëve të para të janarit është më i lartë se i vitit të kaluar, megjithatë sipas tij numri total vjetor i lindjeve është në rënje. Gjatë vitit që lan pas kanë ardhur në jetë në këtë maternitet 443 fëmijë, ndërsa në vitin 2024 kanë lindur 558 fëmijë. Nga 2024 në 2025 kanë lindur 115 fëmijë më pak. Mjeku obstetër Bajram Balliu thotë se me shtimin e aparaturave të nevojshme dhe shtrimeve, ky trend mund të rritet këtë vit. Për vitin që shkoi, për vitin 2025, në maternitetin ton kanë lindur gjithsej 443 gra. Nga këta, lindje janë lindje normale, afër 65%, dhe një lindje 30-35% është me sekse cezare. Për këtë vit, për vitin 2026, deri me datën sot që është data 5 janar, ka ndodhur gjithsej 7 lindje, nga të cilat 4 lindje me sekse cezare dhe 3 lindje normale. Krahasuar me vitet e tjera, duhet të thënë, siç e kemi përsëritur edhe herë të tjera, që është një trend në rënje i numrit lindjeve. Për shembull, krahasuar me vitin 2024, ne kemi patur gjithsej 558 lindje. Kurse këtë vit, që shkoi të vitin 2025, 443 lindje. Fëmia i parë për këtë vit ka lindur në datë 2, rreth orës 9 të mëngjesit, një lindje me sekse cezare, një lindje urgjencë, dhe po atë ditë ishin edhe 2 lindje të tjera po me sekse cezare. Ky vit duket që ka filluar i mbar dhe shpresojmë që pas një rënje të këtyre viteve të fundit, shpresojmë në një rritje të numrit lindjeve këtë vit, duke parë qoftë edhe këto 2 muajt e fundit që ka një rritje të lehtë krahasuar me periudhën e vitit të kaluar. Shpresojmë që me pajisjen e spitalit dhe me aparatura të reja dhe me personel të plot, shpresojmë që të rritet numri i lindjeve, të rritet numri i interventeve dhe numri i shtrimeve. 7 fëmijë të ardhur në jetë në 5 ditët e para të këtij viti në Spitalin Rajonal të Dibrës gëzojnë shëndet të plotë.